Një aksident rrugor është regjistruar paraditën e së njëjtës në zonën turistike të Lungomars në qytetin e Vlorës. Një automjet tip Benz ka përplasur një këmbësore rreth 75 vjeç, teksa ky i fundit po kalonte vijat e bardha. Sipas informacioneve paraprake, i moshuari ka pësuar dëmtime të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ai është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr ndihmë mjekësore të specializuar. Policia ka mbritur më njëherë në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, i cili ndodhi në një nga zonat më të frekuentuara nga qytetarët e turistët. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar nga policia për të dhënë deklaratën zyrtare, ndërkohë që ekspertët e qarkullimit po punojnë për të përcaktuar përgjegjësitë dhe dinamikën e saktë të ngjarjes. Ngjarja ka shkaktuar reagim të menjëhershëm edhe në rrjetet sociale, ku qytetarët kanë ngritur shqetësim për shkeljen e rregullave të qarkullimit dhe mungesën së kontrollit në rrugët urbane, sidomos në zonat e vijave të bardha.